Dëngjoni kur i ka bo dhezjen e parë tek Meriton Mjekiqi. Ja ka prej riza flokët. Bravo. Ka ardhë hera e parë. Është hera e parë kur orë të na e ka bo freestyle në qëtë riza të ndrejsh friza. Meriton Mjekiqi dhe më e ka bo një super punë atë, pastaj ka vazhdu Dëngjoni është momentalisht aset kombëtar, o vlla. Ama ti do me thonë që ti ki dhez. Jo, asni mirë, o vlla, dëgjamu. Janë njerëzit bre që e vlerësojnë, a është dikush asë është bre, janë njerëzit kompetent për këtë punë. Tjerë dhe gazetarët vlerësojnë. Po në regull, t'lutna, mirë, po nëse fillan e merë madhështin e tina si artist, e ka shit kjerën, e ka blik kjerën, këto e detajet parëndësishme. Ja, është detyre gazetarit, mi kuptoj. Jo, në detajet parëndësishme. Makina detyre gazetarit? Po. Se jo nëse postan dikur që ka dhe makina, atëre... Makina, ose një rën, ose një shpifje, nuk e bon ma pak artist. Ose ma shumë. Ullë kredibilitetin e ti artistik. Po nuk është që kë nuk duhet mu marrë ma qështja. Rita, i mundet me lujt me shumë karta, me rejte, me pështjelue, në kuadrë të marketing. E cila është detyra gazetarit me demantu ose me vërtetu të vërtetën. Nuk e bojnë ma pak artist. Detyra gazetarit është Jo, unë i thash që ti... Deklaratën e ti thot që nuk e meriton. Jo, kjo thot pse egzistan, apo uptan. Kjo fillon, ka lënë në shka tjetër tash. Nëse kjo zotnia, po e zonë, e hodhin dikun media që është ndo, prej i gruas, për shambull, falë që të mura shambull, unë do të me hi me këshyr, me ullumtu, që është ta elita, është ndo, është e vërtet, asë është e vërtet. Edhe në këtë ras me Dëngjonin, ajo është i botës showbizit. Edhe nëse ka qenë rën, nuk është që qajo rën e lambo, ose nuk shkaj me jo, të nëse gazetar është palavragjie, se këtu dalujnë shumë. Mu konë gazetar dhe palavragjie në dy sene shumë ndryshme. Gazetar është më mirë me gjona reale, mi hiperbolizu. Ti ka ke palavragjie, ti po mirësh me palavra. Po mirësh dhe më hapë, pja cenan njerit drejten pse egzistan. Cilin mënet me bo vetëm një, subhanallah. Parolje e këthir elita, se s'pe kuptojnë. Qështë thët vlo pse egzistan në shtu, edhe kjo është arsia pse jeni, po e hapim temën. Mas po këti fula për deklaratën ta. Kjo për Dëngjonin, pse egzistan, atëhere një publik i tonë, që është momentalisht ma i dhesti, artist, shqiptar, kejtë ka këmë budolna. Kjo ka i meqëm.